Tunja tjeta uroj të jeni mirë. Miq të dashur, duke qenë se pjesa më e madhe e antarësisë së kombit shqiptarët i kanë syt nga Amerika dhe me që sot në Amerikë është pushim dhe është dita e veteranëve, gjej rastin të përshëndes miqtë tanë që janë shumë që na ndjekin nga Shtetet e Bashkuara, t'i urojmë ditën e veteranëve sepse janë pushim, por sot do të ndalemi dhe do të kuptojmë se Amerika, ku i kanë syt shqiptarët, çfarë është duke ndodhur atje. Shpërthem e djathta amerikane, Izraeli përçan Magan dhe Amerikën, ndërsa shqiptarët marrin vendimin e madh të shkojnë drejt vetgjyqësisë. Çfarë po ndodh në Amerikë dhe çfarë po ndodh në Shqipëri? Shqiptarët janë një popull i cili vazhdojnë të kenë pritshmëri të larta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për arsye të lidhjes së veçantë me Amerikën, por që ne të kuptojmë se si do të lëviz Amerika në Shqipëri dhe në Ballkan, duhet përpiqemi të kuptojmë dhe të njohim Amerikën nga brenda saj. Shpesh më pyesin në Kreshnik, në WhatsApp, në rrjetet sociale, në privat, këtu te komentet në YouTube, Kreshnik, çfarë është duke ndodhur në Amerikë, kur do të lëviz Amerika, pse s'lëviz Amerika, çfarë po ndodh me Spakun, a do iki Rama, a do iki Berisha, a këto janë bashkë, po do të hynë burg, do të hynë në burg, po Spaku, po ajo, po kjo, po pse nuk ka ambasador amerikan, pse nuk flet Amerika, po pse është mbyllur faqja e Facebookut ambasadës amerikane, po çfarë do të ndodh, po ne nuk na intereson arrestimi i tyre, po ne na intereson që të kthehen lekët e shqiptarëve e kështu me radhë. Në fakt e vërteta është që shqiptarët pa një mbështetje madhore nuk munden ta shpëtojnë vendin, as ta nxjerrin Shqipërinë, sepse masat hibride të cilat kanë mbetur në këtë vend janë tufa pjesërisht, përgjithsisht, të cilat nuk kanë fuqi as mentale, pjesa më e madhe, por as fuqi organizative për të rrëzuar klikën dhe kastën në pushtet. Ndaj është shumë të rëndësishme që të shkojmë ta kuptojmë urgjentisht çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dinamika të jashtëzakonshme tek nëndheu i Amerikës dhe veçanërisht tek e djathta amerikane, ku i kanë syt edhe një pjesë e madhe e popullit shqiptar opozitar, të cilët presin të vijë të shpëtojë Donald Trump apo politika e djathtë amerikane. Një luftë civile ka nisur brenda Magas. Maga, për ata që nuk e din, është Make America Great Again, ta bëjmë Amerikën të madhe sërish. Është thirrja e Donald Trumpit e Partisë Republikane, slogani i fushatës tij elektorale. Dhe tashmë ka nisur një debat i madh në Amerikë nëse është America First apo është Israel First. A është Amerika e para apo Izraeli e para? Kush është Nick Fuentes? Nick Fuentes, djaloshi 28 vjeçar, i cili po hedh në erë Magan dhe po shpërthen luftën civile brenda të djathtës amerikane. Kush është djaloshi i cili ka lindur në 1989, i cili e hodhi në erë të gjithë debatin amerikan dhe hapi dyert të mëdha? Çfarë po ndodh në Kentucky, çfarë po ndodh në shtete të tjera të Amerikës, cila është lufta që ka nisur brenda të djathtës amerikane, cili është debati politik i madh që po ndez Amerikën? A janë më amerikanët gjithë të bashkuar në mbështetjen për Izraelin apo jo? Përse po ndahen amerikanët? Çfarë po ndodh në Amerikë? E majta i mori New Yorkun me një kandidat i quajtur musliman, Mamdani, në rrethet të tjera, jo vetëm Mamdani, por në rrethet të tjera konservatore, të djathta, të krishtera, siç janë disa pastorë, do t'ju shpjegoj tani, po dalin dhe po thonë çfarë është duke ndodhur në Amerikë. Amerika po ndryshon, Amerika nuk është më ajo që ka qenë. Apo hy Amerika në periudhën post-Izrael dhe post-AIPAC, çfarë po luhet atje? Të gjitha këto dinamika do t'i kuptojmë bashkarisht, bashkë me dinamika të tjera të cilat po ndodhin në Shqipëri. Atentat në mes të Shqipërisë sot në zemër të rinasit, ka ndodhur organizatat kriminale po lajnë hesapet me njëra tjetrën, ndërsa populli është shtatzën me revolt dhe po bën gati vetgjyqësinë. Vetgjyqësi e cila na vjen me shkëndijën e parë
nga Kevi Muçollari, ky djalë i ri aktivist, student i marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili është arrestuar nga pushteti dhe nga regjimi i Edi Ramës, sepse e kanë frikë që Kevi Muçollari mos jetë duke ndezur në revolt të madhe. Është djaloshi i cili hyri te Këshilli Bashkiak i hajdutëve të Pogradecit, Këshilli Bashkiak i Pogradecit, të cilët i quajti legena. Është më e pakta që mund t'i quante këta legena dhe këta zuzar hajdut, të cilët dhjetra hektar, qindra hektar të Çerravës në Pogradec synonin të jepnin me qera kompanive të oligarkëve të lidhura me qeverinë e mafjes së rilindjes, por edhe një indicje tjetër e përplasjes është duke ndodhur. Hajde ti kuptojmë të gjitha çfarë po ndodh. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndezur debati i madh. Amerika është zyrtarisht e ndarë. MAGA, Make America Great Again, Partia Republikane të kuqt e Amerikës që përfaqësojnë të djathtën atje, paradoksalisht e kuqja është për të majtën në përgjithsisht në botë, por në Amerikë është ndryshe. Demokratët janë Partia Socialiste, ndërsa të kuqt republikanët janë e djathta. Çfarë po ndodh atje? Tucker Carlson ka ftuar në podcastin e tij dhe kjo është fuqia e jashtëzakonshme e këtyre kanaleve. Këtij kanali të YouTube-it që ju e shihni ndoshta pa rëndësinë e duhur. Këto kanale YouTube, këto rrjete sociale janë ato të cilat po diktojnë sot dinamikat globale. Establishmenti mediatik ka rënë, media tradicionale kanë rënë, nuk sheh më njeri televizor. Kam vjetra njerëz të cilët më çojnë mesazhe çdo ditë dhe më thonë kreshnik, ne nuk shohim më televizor përisa ka ardhur ky kanal. Pra kjo është fuqia juaj, kjo është fuqia e botës re, kjo është fuqia e teknologjisë, fuqia e rrjeteve sociale, fuqia e ndërveprimit, fuqia e shkëputjes nga kontrolli i establishmentit dhe i rrjetave globaliste, të gjithë mesazhit të koduar të elitave. Kjo është fuqia jonë, ndaj do kërkoja që të gjithë bashkë të bashkëpunojmë, që të rrisim këto fuqi dhe këto dritare nga ku përçojmë mesazhe jashtë dëshirës së establishmentit, jashtë dëshirës së robotëve të Edi Ramës dhe sektit të rilindjes bashkë me bashkëpunëtorët e tij në opozit. Një tjetër pastor, Jackson Lehmeyer, i cili është një pastor evangelist i krishterë nga Oklahoma, ka ndezur debatin e madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai vëren sot dhe deklaron për amerikanët që Amerika është e ndarë, të krishterët tashmë janë të ndarë, protestantët janë të ndarë dhe nuk e mbështesin më të gjithë Izraelin verbërisht. Izraeli nuk është më, AIPAC-u nuk është më pjesë e besimit të tyre, por është pjesë e politikës. Ata kanë nisur të bëjnë thirrje që taksa paguesit amerikan të rrinë taksat e tyre për Amerikën, Amerika të jetë e para dhe jo Izraeli i pari. Kjo ka alarmuar AIPAC-un, ka alarmuar edhe një nga skifterët miliarderë më të fuqishëm të lobit izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Miriam Adelson, miliarderja, multimiliarderja izraelite, e cila është duke sponsorizuar fuqimisht të gjithë këtë fushat kundër Tucker Carlson, i cili ka shpërthyer debatin duke thirrur Nick Fuentes në podcastin e tij. Çfarë ka thënë? Nick Fuentes është një 28 vjeçar, ylli i të cilit shndriti menjëherë pas vrasjes së Charlie Kirks. Është një i djathtë, konservator, rebel, aktivist politik i shquar në rrjetet sociale, por me idetë dhe tezat e tij kontroverse. Ai refuzon të pranojë holokaustin, ai thotë që holokausti është një mashtrim i madh, nuk kanë vdekur kaq shumë njerëz, është një gënjeshtër. Ai është i dashuruar pas Hitlerit, ai është i dashuruar pas nazistëve, ai është refuzon AIPAC-un, refuzon dështimin dhe dorëzimin e Amerikës ndaj AIPAC-ut, lobit më të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë i pranishëm tek Tucker Carlson. Tucker Carlson, ju e dini gjithashtu, është një nga njerëzit më pranë Donald Trump që ka qenë dhe nga ideologët më të mëdhej dhe përkrasit më të mëdhej të djathtës amerikane, të Republicans, të Partisë Republikane, të MAGA, Make America Great Again, ka qenë bashkë me Steve Bannon
dhe të tjerë pastor, siç është Jackson Lehmeyer, i cili ishte edhe pse ishte një pastor evangelist i krishterë dhe themelues i fondacionit të pastorët për Donald Trumpin apo pastorët protestant evangelist në mbështetje të Donald Trump. Një tërmet i madh ka ndodhur dhe ka hedhur në erë magan dhe po hap një debat të madh në Amerikë. Amerika është e dyzuar, është e ndarë, është duke kryer debatet mëdha. Ndaj ne duhet ta studiojmë me imtësi Amerikën, ta kuptojmë me imtësi, sepse Amerika vazhdon të jetë prodhuesi dhe procesori i dinamikave më të mëdha të fuqishme globale, kulturalisht, politikisht dhe financiarisht. Vazhdon të jetë generatori më i fuqishëm në planet, siç ua kam thënë, edhe tek bisedat e tjera, vazhdon të jetë njëri nga generatorët më të mëdhenj, përveç se është laboratori ideologjik më i llahtarshëm në planet i të gjitha tezave dhe teorive politike. Pastori Lehmeyer thot se të gjitha statistikat tashmë po tregojnë se është tronditur ky themel, kjo ideologji, kjo lloj forme të menduarit ndër amerikanët e të krishterë evangelist, se Izraeli është i pari, se Izraeli është pjesë e besimit të tyre të krishterë, diçka e madhe po ndodh, dhe këtë e ka bërë edhe Nick Fuentes tek podcasti i Tucker Carlsonit, i cili nga një mbështetës i jashtëzakonshëm dhe i verbër i Izraelit deri para disa kohëve më parë, tashmë ka dalë dhe është hedhur kundër AIPAC-ut dhe AIPAC-u është hedhur tërësisht kundër tij. E kanë bombarduar Tucker Carlsonin në një emision me Nick Fuentes që ka patur 25 milion shikime, pra shikime tronditse. 25 milion shikime në emision me Fuentes dhe lobi izraelit është hedhur në fyt Tucker Carlsonit se si mund të ftosh 28 vjeçarin Fuentes të propagandoj idetë e tij naziste, fashiste, antisemite e kështu me radhë, dhe kjo ka hapur një debat të madh nëse Amerika, nëse MAGA, nëse Donald Trump, nëse djathta amerikane tashmë është më e përçarë se kur, a do të puqet e djathta amerikane, a do të ndajtë djathtën amerikane, ideja dhe qëndrimi i tyre për Izraelin dhe për AIPAC-un dhe për qeverinë e Benjamin Netanyahus dhe aktivitetin e tij në Gaza e kështu me radhë. Kjo është një lojë e madhe e cila tashmë po trondit Amerikën dhe po trondit Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një debat i jashtëzakonshëm ideologjik që është duke ndodhur atje. Eric Trump, që është djali i presidentit Donald Trump, ka qenë gjithashtu në një takim me të rinj ku ka patur debate, ka patur bashkëbisedime në konferenca me cilët ka debatuar çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka patur një debat nga salla, e kanë pyetur është ngritur dikush nga salla dhe i është drejtuar zotit Eric Trump, duke i thënë cila është lidhja e babait tuaj Donald Trump me lobin izraelit, a do ta mbështesni apo e mbështesni verbërisht AIPAC-un, organizatën me ndikimin më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jeni duke bërë gati kthesën e madhe dhe kthimin dhe ndarjen e MAGA-s në konservatorët të cilët mbështesin Izraelin verbërisht dhe AIPAC-un dhe lobin sionist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jeni duke qëndruar dhe duke bërë një lojë ku janë marrë 230 milion dollarë për të cilat djali nga salla pyet të birin e presidentit Donald Trump, Eric Trump, dhe i thotë ku i keni marrë gjithë këto para dhe përse, cila është arsyeja e kësaj mbështetje të madhe të lobit sionist dhe AIPAC-ut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Donald Trump, dhe i biri i presidentit Eric Trump i ka thënë djaloshit që e ka pyetur nga salla është mjaftuar duke u përgjigjur me një përgjigje diplomatike e cila thotë se babai im ka qenë shumë i shqetësuar, i mërzitur
i trazuar dhe i bezdisur nga të dyja palët atje në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, pra ka dashur të evitojë një përgjigje apo një qëndrim të qartë lidhur me qëndrimin e Donald Trump për atë që është duke ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, ajo që po ndodh në Amerikë është një diçka e madhe, është një lëvizje e madhe e cila do të diktojë në të ardhmen dhe në dinamikat politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rikthehemi tek pastori evangelist i Oklahomës, i cili ka themeluar organizatët pastorët për Donald Trump. Çfarë thot tekstualisht? Ai thot: evangelistët e krishterë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë historikisht në anën e Izraelit dhe në mbështetje të hebrejve. Ai ka thënë gjithashtu se kohët e fundit ky opinion tashmë ka ndryshuar, amerikanët kanë nisur të mendojnë ndryshe dhe kjo për arsye të rrjeteve sociale. Edhe Tucker Carlson sigurisht ka ndryshuar 180 gradë, Steve Bannon gjithashtu ka ndryshuar 180 gradë. Ata thonë që izraelitët nuk kanë të drejtë që të fyejnë amerikanët dhe të fyejnë atë pjesë të amerikanëve që mendojnë ndryshe. Duke patur parasysh këtë, shohim që duhet tashmë të kuptojmë se cilët janë amerikanët që po sfidojnë AIPAC. A është MAGA e gjitha, apo është një pjesë e MAGës? A është Donald Trump ai i cili ka nisur tashmë ta transferojë Amerikën në epokën post AIPAC dhe post Izrael? Çfarë po ndodh thellësisht atje? Apo është e gjitha një skem shumë më komplikuar se sa ajo që ne mendojmë? Për ta kuptuar këtë, na duhet urgjentisht të fluturojmë në Kentucky. Kentucky është një shtet i kuq, pra republikan, ku Thomas Massie, një congressman amerikan i djathtë konservator, inxhinier mekanik në profesion, congressman atje, është duke u përballur me një luftë të fuqishme nga njeriu më i fortë i lobit izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, multimiliarderja Miriam Adelson. Ai, Thomas Massie, kongresmeni, thot se është një konservator, republikan, i cili beson tek MAGA, Make America Great Again. Ai beson tek Amerika, ai beson se Amerika është e para. Por Thomas Massie është një kongresmen i cili refuzon që taksat e qytetarëve amerikanë të shkojnë në Izrael. Ajo, Miriam Adelson, në të njëjtën kohë është duke bërë një fushat shumë të fuqishme. Të gjithë ju që doni ta ndiqni se kush është zonja Miriam Adelson, unë kam bërë poshtë një video posaçërisht për të, kush është ky njeri kaq i pushtetshëm, të cilës presidenti Donald Trump i adresoi një pjesë të madhe të mesazhit të tij kur shkoi në Tel Aviv dhe mbajti fjalim në Knesetin izraelit. E keni dhe do t'ja vete kutia e përshkrimit linkun për të gjithë ju që doni të dini kush është kjo zonjë e cila ka kaq pushtet. Miriam Adelson i është vënë dhe i është qepur hap pas hapi Thomas Massie, kongresmenit konservator që refuzon ndikimin e AIPAC-ut në Amerikë dhe deri tani ka hedhur $20 milion për të ndaluar ndikimin e tij dhe zgjedhjen e tij në zgjedhjet që po vinë në Amerikë, në zgjedhjet e mesit të mandatit. Dhe ajo është nga mbështetësit më të fortë, më agresiv të sionizmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në botë. Kë mbështet Miriam Adelson në Kentucky? Mbështet Ed Garland për të rrëzuar Thomas Massie dhe është duke bërë gjithçka që Ed Garland ta mposhtë Thomas Massie. Shumë miliona dollar ka hedhur dhe i ka shpenzuar për të bërë një propagandë agresive e cila do të shkatërrojë, ka synim të shkatërrojë imazhin e konservatorit Massie. Ajo ka dalë dhe është duke bërë një aktivitet jashtëzakonisht intensiv për ta rrëzuar atë, dhe Massie është gjithashtu nga ata njerëz të cilët kanë thënë se nga 535 kongresmen vetëm 10 apo 20 prej tyre nuk pranojnë të marrin para nga AIPAC-u
pra pjesën më të madhe pra është rrjeti i ndikimit AIPAC në Kongresin Amerikan dhe raportet të tilla i shohim në Washington Post dhe i shohim në New York Times, i shohim në The Guardian, i shohim gjithashtu tek Foxi që është pranë Magas dhe pranë republikanëve, diçka e madhe po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe djaloshi Nick Fuentes, 28 vjeçari që shpërtheu luftën civile tek podcasti i Tucker Carlson, është njëri nga këta lojtarë të cilët po bëjnë këtë betejë jashtëzakonisht të madhe apo janë duke ndezur këtë debat shumë të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çfarë ndodhi? Menjëherë pas daljes së djaloshit dhe nisjes së sulmeve të jashtëzakonshme të lobit izraelit dhe të AIPAC-ut kundër Tucker Carlson, duke i thënë atij se Tucker Carlson është duke bërë, ka dalë nga boshti, ka tradhtuar narrativën pro-Magës, pro-Izraelit dhe pro-AIPAC-ut dhe është duke bërë një lojë tjetër tashmë duke ftuar të tillë personazh siç është ky djaloshi 28 vjeçar Fuentes, ka dalë nga binarët dhe ka nisë një super sulm. Këtë super sulm e ka parë dhe nuk i ka shpëtuar në asnjë mënyrë kujt? Shefit të Heritage Foundation. Heritage Foundation është zemra, është fondamenti ideologjik i të djathtës amerikane dhe i të djathtës si ideologji e ngjizur me sionizmin e AIPAC-ut, me sionizmin pro-izraelit. Pra, Heritage Foundation është nga organizatat më të fuqishme në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka një orientim pra djathtë, ekstrem, konservator, pro-Magës, pro-Donald Trump dhe është themeluar në vitin 1973, ka qenë ndër kryesorët të cilët organizata kryesore Heritage Foundation, organizata kryesore e cila ka përgatitur tabanët dhe fundamentet ideologjike të djathtës amerikane, të republikanëve dhe përgatitse e planit dhe programit politik të presidentit Ronald Reagan dhe më pas të presidentit Donald Trump. Ky fondacion i cili ka një kontroll dhe ndikim të jashtëzakonshëm nga lobi izraelit dhe nga AIPAC dhe veçanërisht nga Miriam Adelson. Del shefi i saj Kevin Roberts, i cili del në mbrojtje të hapur ndaj mikut të tij Carlson, i cili kishte qenë bashkëudhëtar në betejat kundër të majtës, kundër liberalëve të majt, kundër liberalëve të Sorosit. Kevin Roberts del menjëherë në mbrojtje të mikut të tij Tucker Carlson dhe u thot izraelitëve në Amerikë se ju nuk keni të drejtë ta poshtroni, nuk keni të drejtë të prishni imazhin e Tucker Carlsonit. Ai është një gazetar, ai është një i lirë, ai është një njeri i lirë që të flasë dhe të ftojë këtë doj, por ai nuk mban përgjegjësi për çfarë thon të ftuarit e tij. Ndërkohë që lobi izraelit e ka akuzuar Tucker Carlsonin sikur ai ka lënë një hapësirë djaloshit Fuentes për të përcjell idetë e tij radikale në mënyrë që të bëj sikur e ka ftuar për ta debatuar, por në thelb thot ka krijuar hapësirë që ai të përcjell për popullin amerikan idetë e tij. A dini ç'do thot 25 milion shikime për një video YouTube ka fuqi radikale për të transformuar stilin e të menduarit tek amerikanët dhe ky është sinjali më i madh që Amerika është duke psuar ndryshime fondamentale në ideologji, në politik, në ushtri, në orientimin politik, në orientimin e saj strategjik. Apo hym në erën dhe në epokën post-Izrael, apo e shkëput Donald Trump të djathtën nga AIPAC, apo jo, çfarë do të ndodhë, do ta kuptojmë në të ardhmen, por ajo që është duke ndodhur është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Kevin Roberts, shefi i Heritage Foundation, ka dalë dhe ka thënë që Tucker Carlson është tashmë viktim e lobit izraelit dhe e sulmeve të një aleance semite. Kjo i ka ndezur edhe më shumë gjakrat tek AIPAC-u dhe tek lobi izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dalë dhe kanë thënë në mënyrë të hapur që kjo është një goditje poshtë brezit për Izraelin dhe për hebrejt,
pasi Kevin Roberts nuk mund ta quante aleancë semite këtë që po godet Tucker Carlsonin, ndaj dhe Kevin Roberts ka dalë, është detyruar të bëjë një tweet tjetër në rrjetin social X, pra ish Twitter, dhe ka thënë që ai nuk ka synuar në asnjë mënyrë, nuk ka dashur që të përcjell këtë mesazh, nuk ka dashur që të jetë, nuk është qëllimi i tij ofendimi i aleancës semite, ai nuk është një antisemit, siç mund të jetë për shembull Nick Fuentes, djaloshi 28 vjeçar, të cilit i ka hapur rrugën Tucker Carlson. Këto janë zhvillime të jashtëzakonshme, miq të dashur, që po ndodhin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se i kuptojmë këto zhvillime, ne nisim dal nga dal të kuptojmë dhe cila është natyra dhe intensiteti i ndërhyrjes amerikane këtu në Shqipëri. Ju që prisni të veproj SPAK-u, ju që prisni, sigurisht Amerika është institucione dhe nuk ndikohet nga këto tërmete të mëdha strategjikisht, por sigurisht duhet ta kuptoni që ka halle shumë të mëdha Amerika. Ndaj ndonjëherë ja delegon europianëve që po merren shumë me SPAK-un. SPAK-u është një deg e prokurorisë posaçme të Europës, e prokurorëve europian me delegim amerikan, vinë dhe amerikanët fusin në i kërbaç kur i vjen momenti dhe paguhen nga gjermanët dhe nga amerikanët. Duke patur parasysh këtë fakt, edhe elitat politike të Tiranës po tentojnë ta zhdukin SPAK-un, po tentojnë të bëjnë një marrëveshje, një deal ndërmjet Berishës dhe Ramës, por dërgimi i Berishës për 21 janarin është një tentative e Edi Ramës për t'i thënë ndërkombëtarëve që unë u tërhoqa dhe po tërhiqem tashmë nga Berisha, nuk jemi më çift bashkë, dhe ky ishte shahu që perëndimorët i dhanë Edi Ramës, duke i thënë që në qoftë se nuk e shkëput aleancën tënde me Berishën, ti do të biesh përpara Berishës ose bashkë me të. Kjo ishte lëvizja që u bë nga ata për të goditur, për t'i dhënë një shah tjetër Berishës me hapjen e dosjes së 21 janarit, e cila do të jetë shumë e sikletshme për liderin e opozitës, ndërkohë që Rama dhe Berisha, siç ju thash një ditë më parë tek emisioni i dieshëm, nëpërmjet Gazbardhit dhe Romina Kukës, kanë bërë një marrëveshje parlamentare me lobin aleatët e Izraelit, dhe Shqipëria shënoi vendin e 24 duke vendin e 64 në këtë drejtim, pra pjesë e kësaj aleance, dhe shkuam drejt një konsolidimi për të ruajtur pushtetin e tyre, dhe ne i dham një mesazh edhe Izraelit si shtet se si duhet i shoh shqiptarët dhe si duhet ta shoh dhe ta lexojë situatën politike këtu në Shqipëri. Ndërkohë në Këshillin Bashkiak të Pogradecit, djali Kevi Muçollari ka refuzuar dhe është përplasur me bandën e rilindjes, dhe më pas është arrestuar vetëm sepse u ka thënë atyre legena. Ata synojnë të shesin tokat e Qeravës për një oligark, dhe ai djalosh bashkë me disa qytetarë të tjerë. Ai nuk është një rrugaç, ai është një student i marrëdhënieve ndërkombëtare, ka përfunduar, nuk e di çfarë ka përfunduar, mastera, çfarë ka përfunduar. Ai djalosh është fillimi i rebelimit dhe fillimi i vetgjyqësisë ndër shqiptarët. Shqiptarët po nisin rebelimin e madh dhe Kevi Muçollari po e njofton me aktin e përplasjes dhe të kacafytjes fyt më fyt me bandën e paturpshme të Këshillit të Këshilltarëve të Pogradecit, të cilët ai i thot legena. Dhe pse është gërvishur pak në fytyrë me një legen atje, e kanë marrë banda e rilindjes, e kanë arrestuar. I bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar në Tiranë, OSBE-s, ambasadës amerikane dhe të gjitha institucioneve këtu në Shqipëri që të lirojnë dhe të ushtrojnë trysninë e tyre për Kevi Muçollarin, dhe duhet ta lirojnë atë. Ky është momenti që të kuptojmë goditjen e madhe, lirinë e madhe dhe shkëndijën e re që po lind në Shqipëri. Ky është momenti i ri që po vjen për ju dhe për shqiptarët. Kaq kisha për sonte, miq të dashur.
për të tjera zhvillimet të cilat do të jenë dhe do të ndodhin, ju do të jeni me mua këtu për të parë zhvillimet e ardhshme, por ju e dini ato vijojnë në numrin e ardhshëm.